Kjo e njëjtë 28 majit shënoi nisjen e procesit të dezinsektimit në Vlorë. Grupi i punës i ardhur nga Tirana, rreth mesditës, ka filluar një ndër proceset më të rëndësishme dhe të shumë pritura nga qytetarët, edhe pse i vonuar. Vlen të theksohet nisja e këtij procesi të jetë të rëndësishëm për dezinsektimin e qytetit nga mushkonjat, por edhe të zonave të tjera rurale dhe bregdetare të tij. Procesi i dezinsektimit nisi këtë të njëjtë nga zona e Orikumit, një zonë strategjike sa i përket turizmit, por edhe problematikave të mëdha që shkakton nga mushkonjat për shkak edhe të moçaleve apo kanaleve të cilat janë të mbushura me ujë të ndënjur. Procesi i dezinsektimit sikundër informohet zyrtarisht për televizionin 6+ nga Vlora, nga grupi i punës, filloi nga Pashalimani. Pikërisht grupi i punës i ngritur për këtë qëllim dezinsektoi të gjithë territorin e bazës ushtarake të Pashalimanit. Po ashtu, këtë të njëjtë u bë i mundur edhe dezinsektimi disa zonave të tjera në njësinë administrative të Orikumit, përfshiktu edhe zonën e Radhimës, zona këto me potencial të zhvillimit turistik. Ndërkaq, procesi i dezinsektimit pritet që gjatë ditës së premte të shtrihet edhe në qytetin bregdetar të Vlorës. Sipas informacioneve zyrtare, nga grupi i cili po zbaton këtë projekt dhe që monitorohet nga Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor në Vlorë, pritet që pikë së pari të bëhet dezinsektimi i kanaleve të hapur në të gjithë qytetin bregdetar të Vlorës. Më në fund, këtë të njëjtë nis në Vlorë procesi dezinsektimit nga mushkonjat, një procesi shumë pritur edhe pse i vonuar. Lajmi konfirmohet zyrtarisht edhe nga Drejtoria Vendore e Kujdesit Shëndetësor në Vlorë, ndërsa grupet mbritën rreth mesditës nga Tirana për të nisur procesin e dezinsektimit, i cili do të shtrihet kryesisht në kanalet e hapura, në qytetin e Vlorës në fillim, e mëtej në bodrumet e pallateve, por edhe në oborret e shtëpive private. Gjithashtu, paralelisht me procesin e dezinsektimit në Vlorë, i njëjti proces do të vijojë edhe në zonën e Orikumit. Procesi i dezinsektimit nga mushkonjat pritet të zgjasë disa muaj në qytetin bregdetar dhe të bëhet me disa faza, ndërsa vlen të theksohet se për shkak të proceseve tenderuese dhe të ankimimeve, ai u zgjat në kohë, megjithse mbetet për tu parë se sa do të jetë efikas në një kohë kur mushkonjat tashmë nuk janë më larva, por janë shndruar në tigër.